Kreu i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha, ka marrë pjesë në forumin e Bashkimit Demokratik Ndërkombëtar IDU në Zagreb të Kroacisë. Berisha në deklaratën e tij tha se procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian duhet të bazohet tërësisht në merit, ndërsa theksoi se aktualisht ai po zvaritet për shkak të faktorëve të brendshëm. The integration process means Sipas mendimit tim dhe të partisë sime, pasi flas në emër të opozitës, procesi i integrimit nënkupton më shumë të drejtat e njeriut, më shumë liri për t'u garantuar qytetarëve tanë, funksionim të shtetit ligjor, më shumë prosperitet dhe siguri, por procesi duhet dhe patjetër duhet të jetë plotësisht i bazuar në merit. Vetëm një proces i bazuar në merit mund të jetë i dobishëm për qytetarët e Shqipërisë. entirely a merit-based one. Only a process. Sipas tij, problematikat kryesore lidhen me funksionimin e demokracisë, ekonominë dhe nismat rajonale, të cilat ai cilësoi si pengesa për afrimin me Bashkimin Evropian. Now, the last aberrant initiative Mendoj se për momenti pengesat kryesore të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian janë autokracia zgjedhore, procesi më themelor për një vend demokratik, janë zgjedhje dhe mundësia e rotacionit të pushtetit. Pa zgjedhje nuk ka të ardhme, prandaj në 10 vite më shumë se 1.099.000 shqiptar janë larguar vetëm drejt zonës Schengen, pa llogaritur rajonet e tjera. Kështu që mendoj se procesi më themelor për kombin tim duhet të rikthehet. consider the process Berisha nënvizoi gjithashtu se pas zgjedhje të lira dhe shtet ligjor, vendi rrezikon të largohet edhe më shumë nga objektivi i integrimit evropian.